Rritja e çmimeve ka prekur tashmë çdo sektor të ekonomisë dhe jetës sociale në Vlorë. Rritja e ndjeshme e çmimeve është vënë re edhe tek produktet që janë tepër të domosdoshme për shëndetin, siç janë ilaçet. Qytetarët e Vlorës, për sa i përket efektshmërisë së tyre dhe çmimeve të ndryshme, ndajnë mendime të ndryshme. Për disa, ilaçet janë me çmime tepër komode, të përballueshme për ta, megjithëse ata pranojnë se konsumojnë shumë pak për gjatë muajit, tregojnë edhe mbi cilësinë e tyre, duke thënë se këto ilaçe që i kanë përdorur u kanë bërë efekt. Unë i blej me xhep. Si është çmimi i tyre? Nuk është dhe shumë i keq. Nuk është shumë i keq. E përballon dot ti me të ardhurat që kjo? Nga e keq? Çfarë ilaçesh merr për shkak? Po ku i bën të ilaçet unë jam shumë i ngarkuar me ilaç. Sa harxhon në muaj për ilaçe? 60.000, 70.000. Kosto e lartë kjo për buxhetin, për xhepin tuaj? Po patjetër që është kosto e lartë, pas është i bësh çfarë. Po cilësinë e tyre ma komenton do si është? Cilësia e tyre? Cilësia është e mirë. Janë të efektshme? Ha? Janë të efektshme, të bëjnë efekt? Mua më kanë bërë personalisht, për veten time. Mua më kanë bërë. E përballoj. Shumë ti vetë, merr barna në muaj, merr medikamente? Marr. Për çfarë? Për shkak Për tension. për tension. Për tension. Sa të shkojnë këto afërsisht? I kanë të rimbursuara. Po. Po që harxhon një farë lek. Po harxoj diçka të tepra, për ndonjë jetë vogël kështu po ashtu. Harxojmë. Në përgjithësi përballoj. Nëse do të ishte kjo dozë ilaçe më e lartë, nëse do ta përballoj dot me të ardhurat që kjo. Po nuk e di si të ishte, po të ishte. Do kishim gjëm rrugët e tjera për t'i përballuar, po deri tash i përballojmë vetë në shpenzimet tona. Po cilësinë e tyre, si ma komenton? Po cilësia nuk e dim neve se. Cilësia Pa të bëjnë efekt në trupin tënë si e ndje. më bëjmë, më kanë bërë, jam në rregull. Por nga ana tjetër, kur flitet për ilaçet, shumica e qytetarëve të Vlorës janë skeptik. Për shumicën prej tyre, ilaçet janë shumë të shtrenjta, duke pësuar në çdo muaj që kalon rritje. Qytetarët thonë madje se pavarësisht çmimit të kripur, edhe cilësia lë për të dëshiruar. Sipas tyre, ata detyrohen t'i blejnë ilaçet jashtë vendit, vetëm nga frika e cilësisë që qarkullon në vendin tonë. Ja, me këto çmime që është përballuar me këto pagesa që janë këtu, sot nuk përballuar. Ti personalisht vetë, në gjatë muajt, konsumon në një barë, në një medikament? Tashi, unë nuk do të flasë për vetën time, se unë për vetën time i mana jashtë, i mana Anglia. Që jam vetë në andej në Angli, po flasë për këta këtu që janë këtu, nuk ashtu se përballojnë dot. Po pse i merr në Anglia? Unë jam, më detyroj, se unë i marrë, jam më të sigurt të mashu jam edhe i regjistruar me dokumenta atje, prandaj, pikrisht, i marrë andej. Kjo mos siguria që ketë ilaçet në Shqipëri? Tashi, është apo dhe një ashtu, në mi keq, ka dalë që ashtu, se kështu po veprojnë të. Se s'ka, nuk funksionon këtu drejtësia, pra asë një gjë. Këtu bën gjallë që zhurma ky spaku, kjo drejtësia, po nuk ashtu fare. Po ndërkohë, ti vetë, në mendimin të personal që ke, këto ilaçe në Shqipëri, a janë efikase? Nuk e di s'ka marrë ilaçe këtu, e prandaj nuk mund të flasë me ato që kam dëgjuar, për shembull, nuk janë barna të mira. Jo, nuk do të shëtot. Pse? Çfarë do? Nuk do të se ilaçet që marrim janë të tëra të skaduara. Nuk i përballojnë dot. Me një pension si marr dot. Ndërkohë sot ti, çfarë ilaçesh merr? Unë marr të tensionit, marr zëmrës, marr për stomak. E të tëra, ato që janë me rikurcim, i ka me rikurcim. Ato që janë pa rikurcim, janë me lek. Më vete e gati 23.000 lek. Tani orja do iki do pagoj 23.000 lek. E kam 175. Pa, edhe me diktat, edhe ujt. Po për të ngërë, po doktor, ja vajta me gjithë grua në, vajta me uvictuam. E këtha, vajta tek një mjek tjetër, a i tha nuk, hajde, për 4 ditë, tha, hajde, tha. Po, e para njerë të kontrollon njerë këto drejtorie farmacive. Të kontrollon një për një, po, se janë skarco. Unë marr ilaçe, jam invalid. Jam qarë, që këtu deri poshtë. Unë ilaçe ti ma në Greqisës, këtu atë jam aperuar. Edhe në Afrika se, shiko, këtu neve unë ka marrë shumë pare se të ashu, më dhim të një dhëmbal du të tu, më para, mire një depon, 500 lek një depon, edhe nuk më zinte. Ilaç janë të tëra të skaduara. Ilaçet tu ke prik.
janë të skadura, nuk të zë. Unë i marë ande se kam libra, ande kam punur, ande jam vrarë në orar punën në tëra. Në Greqi. Jo, si përbaloj. Se edhe po ti mira këtu nuk i përbaloj, do me kita 20.000 lekë i marë unë në muaj, nuk i përbaloj. Na tha një do shtohet, në aprilli e tute do shtohet, nuk morëm gjithë. Shu që të bëhet ndonjë diçka se zgjona për popullin. Kushtueshmëria e ilaçeve zë një barë të madhe në ekonominë familjare të qindra e qytetarëve në Vlorë, mbi të gjitha të atyre që jetojnë veç me pension.